A është e vërtetë se mëkati shumë fishohet në Ramazan ashtu si veprat e mira? A ka ndonjë argument për këtë çështje? Abdullah ibn Abbasi, Abdullah ibn Mesudi kanë thonë se në Ramazan, në kohët e bekuara, ma unë men, dhe këtu anë rahmeti Allah, a mos sot vish me morë që këta në bollën, si ju duhet më kërgjon që kini arë. Në kohën e bekuara, me vendet e bekuara, shumë fishohen veprat, me sasi dhe me cilësi. Që do me thonë kjo? A banë me nda të thjeshtu. Vepra, të Allahu Azza wa Jalla, një vepër ku ta banjsh, bëhen 10. Të në qaj 10, bëhen 20, 30, apo 700, Allahu shumë fishon. Numër. Një e banë, 700 Allahu të shku. Pse 700 në Ramazan, jesh Ramazani 10, për shkak se në shku e bekuar. Kjo janë sasija. Dhe cilësia, është për shkak se Allahu Azza wa Jalla llojin e ibadeti që ja banë sot Zotit tanë në Ramazan, nuk është sikur që ja banë jeshtë Ramazan. Edhe peshon maran të Allah. Veprat e mira. Veprat e këqija nuk ka argument që në Ramazan shumë fishohet sasi. Një e banë, një që kruhet. Amo shumë fishohet të rëndësia. Gjunojnë që ja banë Allahut në Mekke, njëjtë në gjunojnë. Dhe që ja banë në Paris nuk janë njëjtë. E kuptuar? Do thotë gjunojnë që ja banë Allahut një, amo ma i ronë. Në Ramazan ku që ja banë, një cigare e pi, nuk kanë si kur jashtë Ramazani me pi një cigare. Për shkak se kohë e bekuar. Amo nuk e shkruan Allahu gjunojnë ma shumë se një. Allahu nuk banë zullum. Kush e ka thonë këta? E ka thonë Abdullah ibn Mesudi dhe Abdullah ibn Abbasi. Pashtu dhe thot Ibn Qayyim. Nga e kanë bazu këta argument? Të thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin e Kerim. Thot Allahu Azza wa Jalla: "Wa man yurid fihi bil had bi dhulmin nudhiqhu min adhabin alim." Kush tenton ta bëjë dëni zullum, dëni padrejtësi, dëni gjuna në Mekke, ne do t'ja shijojmë ati ndëshkimin e dhemshëm. E ka shtuën dozën e ndëshkimit, ama nuk e ka shumë fishu. Rahmetin Allah të të. Pra atë Allah të vëgjër ka thonë, men gjaj bil hasene, felehu ashtu amthalia. Kush e ban një të mirë, Allahu ja shumë fishon, ja ban 10. O men gjaj bi sejjetin fela yujza illa mithlaha, wa hum la yudhimun. Ndërsa kush e ban një të keqe, nuk ja shkrujmë, apo nuk e ndërshkojmë vetëm me një. Në Ramazan, në Mekke, në Medine, kohën gjitën e gjumo, kohët e bekuara, gjunoj shkruhet një, vetëm se ditën e gjumo nuk kanë sikur ditën e shtu. Për shkak se ranohet gjunoj. A di përse? Se ti jo vetëm që e ke morë në përkom urdhën e Zotit tënë, po ti gjithashtu e ke nënvlerësu kohën e bekuar të Zotit tënë. Ama Allahu për rahmetit të ti, se në të shkujnë ti një me të abonë në Ramazan 10. Para me dojë një namaz në qabe 100.000. Ama një gjuna nuk të shkujnë 100.000. Ama të ranon gjunon. Para të në sahabët, kër mishin në kujtohet dhe vëdojnë disa transmitime, sahabët kër bënshin zavrakëllëk fëmit e tjere, shka i mishin, i qishin në Rafat jashtë haremit edhe ja këshishin dajak, të në këta ishin të mas. Të ishin se në harem mos li rrejmë për çka këse e cenojmë shenjë të rinë e haremit. Para atë vëlledhë të ndërshëm, Allahu Azza wa Jall në ka të regu neve se Allahu Azza wa Jall nuk e shumë fishon gjunojnë në Ramazan, mirë po e rëndon.